Bizneset në sektorin e shërbimeve dhe të ndërtimit kanë pasur besim të ulët në ekonomi gjatë muajit qershor. Kjo ka ndikuar në rënjen me 0.6 pikë të treguesit të ndjesisë ekonomike. Sipas vërtetimit të Bankës së Shqipërisë, konsumatorët, tregtia dhe industria shohin më me optimizëm gjendjen e ekonomisë shqiptare. Duket se sezoni veror, i cili sjell fluksin më të madh të turistëve dhe fitimet më të larta sidomos për hotelet, baret e restorantet në zonat bregdetare, nuk ka nisur më shumë optimizëm, pasi këto biznese dhe të tjera të sektorit të shërbimeve nuk janë të kënaqur me curinë aktuale të aktivitetit të tyre dhe nivelin e kërkesës. Edhe ndërtimi ka pasur të njëjtën qasje. Treguesi besimit në ndërtim ul me 0.8 pikë në qershor. Kjo erdhi si rrjedhoi numrit më të vogël të kontratave porositëse, ndërsa aktiviteti aktual ndërtues mbeti në të njëjtat nivele. Çmimet në këtë sektor pritet gjithashtu të bien në vijim. Nga ana tjetër duket se situata financiare dhe blerjet në shuma të mëdha janë përmirësuar për konsumatorët. Besimi në ekonomi u rrit me 0.6 pikë, ndërsa vijojnë të kenë të njëjtin mendim si më parë për sa i përket situatës ekonomike të vendit në të ardhmen. Edhe për sa i takon çmimeve, ata presin ulje të tyre. Industria është optimiste për ecurinë e porosive aktuale, si dhe ato të eksporteve. Megjithatë, nuk është e kënaqur me prodhimin industrial. Bizneset e këtij sektori parashikojnë rritje të punësimit. Të dhënat tregojnë se të gjithë sektorët e ekonomisë presin rënje të çmimeve gjatë muajve të verës.